Ju njohim me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7. Albin Kurti pranon se i ka ofruar bashkëqeverisjen lidhjes demokratike. Pas takimit me kreun e LDK-s, kryeministri i Kosovës pranoi refuzimin për bashkëqeverisje nga partia e dytë më e madhe opozitare. Më duhet të konstatoj që bisedimet rezultuan të pasuksesshme, për shkak se asnjëra prej ofertave që ne kemi bërë nuk u pranua nga kreu i LDK-s. Fillimisht ne ofruam që Lidhja Demokratike e Kosovës me bashkëqeverisje me lëvizjen vetëvendosje dhe me partnerët e tjerë që i kemi ne në mazhorancën prej 66 deputetëve, ta ketë zëvendës kryeministrin, ministrinë e punëve të jashtme dhe 3 ministri të tjera. Unë kam preferuar që zëvendësi imi të bëhet pikërisht zotëri Abdi Xhiku dhe në këtë mënyrë të fillojmë një kapitull të ri të bashkëpunimit e bashkëveprimit midis lëvizjes vetëvendosje dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës. Pretendimi për refuzimin e ofertës sipas tij është bërë argumenti se vetëvendosja nuk mund të ketë drejtimin e 3 institucioneve kushtetuese. Kurti mohoi të ketë kërkuar votat e LDK-s për kandidatin e shumicës në pushtet Glau Kënjufsa. Lidhja Demokratike e Kosovës paralajmëron zgjedhjet parakohshme parlamentare. Pas dështimit të raundit të fundit të bisedimeve me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, kryetari i LDK-s Lumir Abdi Xhiku deklaroi se nuk ka asnjë marrëveshje politike me lëvizjen vetëvendosje dhe se takimet ndërmjet 2 subjekteve politike për çështjen e presidentit nuk do të vazhdojnë më. Për Abdi Xhikun, objektivi i vetëvendosjes është që dhe presidenti të jetë një zgjedhje e shumicës në pushtet. Presidenti i Kosovës duhet të jetë zgjatim i qeverisë, pra s'mund të ketë një qeveri që ka një president të një partie dhe kështu t'i ka 3 institucionet. Pra heqja kryetarit të kuvendit nuk është që heq rolin institucional. Kuvendi i Kosovës operon me shumicë, që i takon shumicës. Qeveria operon po ashtu me shumicë, që i takon shumicës. Tani edhe presidenti takoi 51%, që është më tepër se sa vullneti qytetar. U përpoqa, provova, nuk arrita fatkeqësisht, tani kthehemi në LDK-s dhe do të kthehemi misionit të madh të bashkimit të së djathtë. Deklaroi Lumir Abdi Xhiku nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Kryeministri i Kosovës është kundër zgjedhjeve të reja të parakohshme. Në fillim të mbledhjes së qeverisë Albin Kurti kujtoi se zgjedhja e presidentit mbetet detyrë kushtetuese e të zgjedhurve të popullit. Sipas tij, kjo situatë kërkon vullnet për zgjedhje dhe kompromis politik, duke shtuar se asnjë parti nuk mund të pretendojë sigurimin e 80 apo më shumë deputetëve dhe se diskutimet duhet të zhvillohen mbi bazën e rezultatit zgjedhor dhe në interes të vendit. Zgjedhja e presidentit është detyrë kushtetuese e të zgjedhurve të popullit. Kjo kërkon vullnet për zgjidhje, gatishmëri për kompromis dhe vendime jo të lehta. Ne e dimë që nuk ka parti që mund të pretendojë se i fiton 80 e më shumë deputet. Kurti ka theksuar se Kosova ka nevojë për stabilitet institucional, parashikueshmëri, duke rikujtuar se qytetarët kanë votuar më 28 dhjetor për një mandat 4 vjeçar dhe se qeveria së shpejti do të sjellë për miratim programin qeverisë 2026-2030. Sipas tij, një cikël i ri zgjedhor nuk do të sillte ndryshime të mëdha në rezultat, por do të vononte proceset dhe do të krijonte kosto shtesë për shtetin. Jemi të bindur që një cikël i ri zgjedhor nuk sjell ndryshime të mëdha në rezultat, por mund t'i vonoj punët e mira dhe të na humbas mundësi e fonde, si dhe të krijoj shpenzime të tjera të panevojshme, duke filluar nga së paku 10 milion euro për KQZ. Ish presidentja e Kosovës Vjosa Osmani pretendon se ka mbështetjen e presidentit amerikan Donald Trump për postën e kreut të shtetit. Së fundmi e ka pranuar një letër nga presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës ku thuhet se lidhjen e fortë të Kosovës me Amerikën do ta ruajmë bashkë sot e përherë. Falenderoj presidentin Trump për letrën e dërguar në përfundim të mandatit tim, të cilin e pranova mbrëm, si dhe vlerësimin që ai ka bërë punës son. Ashtu sikurse thekson dhe presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në këtë letër, mirëpresim vazhdimin e bashkëpunimit në vitet në vijim, deklaroi Vjosa Osmani. Kryeministri i Kosovës është i bindur se do të shmangen zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Pas dështimit të bisedimeve me krerët e partive politike, Albin Kurti deklaroi se legjislatura aktuale duhet ta zgjedhë presidentin dhe të shmangen zgjedhjet e reja. Sipas tij, vendi nuk ka nevojë për zgjedhjet e reja dhe se institucionet duhet të funksionalizojnë në tërësi nga përbërja aktuale e kuvendit. Legjislatura 10 duhet ta zgjedhë presidentin, duhet të evitojmë zgjedhjet e reja të cilat janë të panevojshme dhe nuk sjellin gjë të re. Këta 120 deputet duhet që të funksionalizojnë institucionet në plotëni
kemi kuvend, kemi qeveri, duhet të kemi edhe president. Albin Kurti deklaroi se shumica parlamentare ekziston dhe se partitë duhet të respektojnë rezultatin zgjedhor. Unë nuk po them që opozita është e parancishme, përkundrazi, kam bërë ofertë gjeneroze. Kryetari i LDK-s mund të bëhet zëvendës kryeministër, zëvendësi imi, dhe përveç se të jetë zëvendësi imi, njëkohësisht të jetë edhe ministri i punëve të jashtme, pra të kenë 4 ministri edhe të jetë zëvendës kryeministër dhe jo vetëm kaq, ose ta ketë versionin tjetër, nëse nuk i pëlqen të bashkëqeverisë, ta bëjmë rokadën ku Lëmir Abdigji ku ose dikush tjetër i LDK-s bëhet kryetar kuvendit. Partia Demokratike e Kosovës refuzon ofertën e vetëvendosjes për të zgjedhur presidentin. Kryetari i Partisë Demokratike Bedri Hamza i cilsoi si jo kushtetuese propozimet e ardhura nga kryeministri i Kosovës. I ofrohet posti i kryetarit të kuvendit me një lloj ndryshimi që vetëvendosjes me i kalue pozita e nën kryetarit të kuvendit, cilën aktualisht e ka Partia Demokratike e Kosovës. Nuk është as kushtetuese, për shkak se kushtetuta edhe rregullorja e punës së kuvendit është e qartë. Kryetari i kuvendit i takon grupit më të madh parlamentar të dalur nga zgjedhjet e fundit. Sipas kreut të PDK-s është e qartë se kryeministri Kurti është duke punuar për të çuar vendin në zgjedhje. Për Partinë Demokratike të Kosovës ky proces është përmbyllur dhe ne i urojmë partisë fituese sukses në zgjedhjen e presidentit me 98 deputet të tjerë të kuvendit të Republikës Kosovës. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës paralajmëron se vendi po shkon në zgjedhje të parakoshme. Shkak sipas saj është bërë mungesa një agjende të qartë zhvillimore dhe bashkëpunuese. Pas mbledhjes së kryesisë u tha se mungesa një agjende të qartë zhvillimore dhe bashkëpunuese fatkeqësisht po e shtyn vendin drejt zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Në mbledhjen e kryesisë u diskutua dhe për procesin e brendshëm zgjedhor i cili do të përmbyllet më 24 maj me mbajtjen e Kuvendit të Përgjithshëm Zgjedhor, ku do të zgjidhen kryetari dhe strukturat e reja drejtuese të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Ushtruesi i detyrës së presidentes, njëkohësisht kryetare e Kuvendit të Kosovës Albin Haxhiu, kërkon shmangjen e zgjedhjeve të parakoshme. Ajo rikonfirmoi se është gati të hiqdorë nga posti kryetares së Kuvendit vetëm për t'ia lënë vendin opozitës në këmbim të shmangjes së votave të parakoshme. Prandaj besoj që gjatë këtyre ditëve do duhej që të ketë sërish takime, sepse unë i pash me shqetësim deklarimet e subjekteve opozitare që thonin që kjo temë tashmë është e mbyllur. Si ka mundësi që t'jetë tema e mbyllur përsa kohë ne kemi afat deri të hënën, përkatësisht me 27 prill. Megjithatë, Albin Haxhiu deklaroi se proporcionaliteti, përfaqësimi dhe fuqia politike nuk mund të shkelen. Unë kam thënë që proporcionaliteti, përfaqësimi dhe fuqia politike nuk mund të shkelen. Nuk mund unë që ta mohoj vullnetin qytetar, nuk mund që ta shtyp atë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti paralajmëroi se nëse vendi shkon sërish në zgjedhje të parakoshme të paktën 10 milionë euro do të jenë kostot për ekonominë e vendit. Nëse shkojmë në zgjedhje të reja, së paku 10 milionë euro ato kushtojnë për organizimin e tyre. Nëse shkojmë në zgjedhje të reja, për shkak se nuk do të funksionojë Kuvendi i Republikës, do të humbim 10 milionë euro si shtet. Dhe nëse shkojmë në zgjedhje të reja, nuk do të kemi zgjedhje. Me qenë se sërish do të na duhet të shkojmë në zgjedhje të reja. E pas atyre sërish do të na duhet të shkojmë në zgjedhje të reja. Me qenë se unë nuk e di se si mund të kemi 80 deputet. Pas përurimit të klinikës së re të kardiologjisë në Prishtinë, Albin Kurti fajsoi opozitën për dështimin e bisedimeve. Mazhoronca i ka 66 deputet. 66 deputet. Partia që ka 15 deputet. I kam ofruar të bëhet kryetari i tyre zëvendësi, që i vije në mungesë timen ai t'ju udhëheq mbledhjes dhe 4 ministri. Pra, Lidhjes Demokratike të Kosovës, unë i kam ofruar 2 pesh më shumë se Partia Kuzo. Vetëvendosja konfirmon se vullneti i shumicës është që Kosova të mos shkojë në zgjedhje të parakoshme parlamentare. Shefja e grupit parlamentar, Arberien Agapsi, pas mbledhjes së kryesisë së Kuvendit, informoi mbi përpjekjet e shefit të qeverisë për të arritur një marrëveshje me partitë opozitare. Për të zgjidhur këtë ngërç të ri në të cilën jemi pas më shumë se një vit bllokade për shkak të pozitës së kryetares së Kuvendit, ne kemi qenë madje edhe gjeneroz në propozimet që kemi bërë për LDK-n si partia e tretë me numër dukshëm më të vogël të deputetëve se sa lëvizja vetëvendosje, duke ofruar pozitën e dytë në qeveri dhe 4 ministri për të udhëhequr, ose edhe njërën nga 3 pozitat më të rëndësishme shtetërore, pozitën e kryetarit të Kuvendit, kryetares së Kuvendit.
ndërsa nuk munguan akuzat ndaj opozitës se nuk merr pjesë në seancat plenare për votimin e kandidatëve. Si deputet të lëvizjes vetëvendosje edhe me datën 5 mars, por edhe cilëndo prej ditëve që ka një propozim, jemi të gatshëm edhe të vullnetshëm që të votojmë për presidentin e vendit. Pra, këtë pyetje duhet t'u bëni edhe deputetëve të partive tjera, ndërkohë që kryeministri Kurti, kryetari i lëvizjes vetëvendosje, është duke u angazhuar edhe në vazhdimsi ka bërë propozime në zgjidhje të ngërçit në të cilën jemi tashmë. Shefja e grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Jehona Lushaku Sadriu, akuzon shumicën në pushtet se po e çon vendin në zgjedhje të parakohshme parlamentare. Pas mbledhjes së kryesisë së kuvendit, deputetja Sadriu kujton se partia më e madhe që ka numrin më të madh të deputetëve ka përgjegjësinë më të madhe për të zgjedhur presidentin e Republikës dhe kjo përgjegjësi sipas saj i është ngarkuar nga kushtetuta. Vetëvendosje po na jep një krizë të re politike, ku qytetarët do të lihen të vetëm e ai do të qeverisë, kryeministri do të qeverisë i pambikëqyrur. Do me thënë tipike për një sistem autoritar ku një kryeministër dëshiron të prodhojë më shumë kriza për të qeverisur i pambikëqyrur. Dhe vërtet kjo është për keqardhje. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës nuk do të marrë pjesë në seancën për zgjedhjen e presidentit e në të cilën propozojnë 2 kandidatë nga shumica në pushtet. Shefi i grupit parlamentar të Aleancës Besnik Tahiri parlemroi se ky shtet dhe këto institucione nuk janë të një partie, janë të demokracisë. E faji dihet ku është, 66 deputet i ka lëvizja vetëvendosje udhëheq qeverinë me 21 antar dhe 450 njerëz që punojnë të muar politik. Për president nuk i ka. Debati nuk ka ndodhur asnjëherë dhe po vazhdon kështu. Kjo rrjedhimisht na çon në një situatë të thjeshtë e cila është situata jo më e mirë për popullin e Kosovës, zgjedhjet. Ekonomi. Kosova vendos uljen e çmimeve të karburanteve në vend, bazuar në vendimin e Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit. Nafta do të tregtohet me 1.65 euro për litër, benzina 1.39 dhe gazi 0.88 euro për litër. Çmimet kanë hyrë në fuqi nga ora 10 e mërkurës dhe janë të detyrueshme për zbatim nga të gjithë operatorët ekonomik që tregtojnë derivate në vend. Njëkohë që Kosova ul çmimet e hidrokarbureve në Shqipëri, çmimet e naftës po rriten. Bordi i Transparencës rriti me 5 lekë çmimin e naftës. Duke nisur nga ora 12:30 nafta shitet me 202 lekë për litër, ndërsa benzina rritet me 4 lekë, do të shitet me 176 lekë për litër. Ministria e Financave e Shqipërisë i bën thirrje çdo operatorit të shitjes me shumicë dhe pakicë të nënprodukteve të naftës mbi detyrimin e zbatimit të këtij vendimi. Në rast të shkeljeve të konstatuara nga operatorë të ndryshëm do të vendoset pezullimi i aktivitetit. Shumica e qeverisëse në Kosovë miraton në kuvend projektligjin për vendosjen e çmimeve tavan. Me 63 vota pro, asnjë kundër dhe asnjë abstenim, u miratuan masat e përkohshme të produkteve themelore në raste të veçanta të destabilizimit të treg. Qeveria pretendon se ligji synon të vendos masat të përkohshme për t'i mbrojtur qytetarët nga rritja e paarsyeshme dhe menjëhershme e çmimeve të produkteve bazë. Nuk është projektlet që i hyn listës së përgjithshme të produkteve në të gjitha marketet e Republikës dhe i përcakton çmimet. Jo, i përcakton vetëm listën e produkteve që janë të miratuara sipas projektligjit dhe nën produkteve që derivojnë nga ato produkte, të cilat i miraton bordi. Dhe unë mendoj që kjo është një prej masave bazë për të ruajtur ose për të mbrojtur ata që kanë nevojë për mbrojtje. Gjithmonë do të jetë një seri shumë e madhe e produkteve dhe kategorive që do të përcaktohen sipas çmimeve të tregut. Ligji parashej gjithashtu themelimin e një bordi me 5 antar si organi më të lartë dhe përgjegjës për të marrë me çështjen e çmimeve tavan, i cili duhet të raportojë kuvendit çdo 3 muaj. Qeveria e Kosovës miratoi projektligjit për ratifikimin e 3 protokolleve shtesë të marrëveshjes së tregtisë së lirë të Europës Qendrore, përfshir protokollin për tregti në shërbime, protokollin për aderim dhe amendimin e marrëveshjes si dhe protokollin 7 për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve. Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, Mimoza Kusare Lila, theksoi se miratimi i këtyre protokolleve përbën një arritje të rëndësishme për vendin, duke nënvizuar se për herë të parë ato do të miratohen në kuvendin e Kosovës pa përfshirjen e UNMIK. Ratifikimi i kësaj marrëveshje me rëndësi të veçantë kur kemi parasysh trendin në rritje të shkëmbimeve tregtare të Kosovës me vendet e EFTA-s, në veçanti me Zvicrën dhe Norvegjin. Tregtia me këto shtete po shënon rritje të qëndrueshme dhe me peshë të konsiderueshme për ekonominë e vendit. Të dhënat zyrtare mbi shkëmbimin e mallrave konfirmojnë përmirësimin e vazhdueshëm të bilancit tregtar me vendet e EFTA-s.
duke reflektuar forcimin e kapaciteteve eksportuese dhe rritjen e pranisë të produkteve kosovare në këto tregje, i cili në total ka rreth 14 milion konsumatorë. Inspektoriati Qendror i Punës në Kosovë kërkon rritjen e standardeve të sigurisë dhe parandalimin e aksidenteve në vendet e punës. Pas takimit me shoqatën e ndërtuesve të Kosovës, kreu këtij institucioni, Kastrioti Jashari, deklaroi se koordinimi i ngushtë ndërmjet institucioneve dhe punëdhënësve është jetik për të garantuar një mjedis të sigurt për të gjithë punëtorët. Deri tani janë rreth 170 inspektime dhe riinspektime dhe keni vendalime, domethënë pikat vendaluese që janë rreth 70 deri më tani. Ka pas edhe lejime varësisht prej kompanive se subjekteve të cilat i kanë plotësuar rekomandimet tona. Aktualitet. Bashkëpunimi ngushtë në fushën e sigurisë dhe mbrojtjes përfshirë trajnimin dhe rritjen e kapaciteteve të Forcës së Sigurisë Kosovës, ishin në thelb të takimit ndërmjet kryeministrit Albin Kurti me ambasadorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në NATO Matthew Whitaker. Në njoftimin e shpërndar për mediat thuhet se Kosova mbetet angazhuar për paqe, stabilitet dhe siguri në rajon dhe më gjërë duke shtuar se përshpejtimi i anëtarësimit të Kosovës në NATO do të ishte një kontribut i rëndësishëm për sigurinë afatgjatë në Ballkan. Kurti nënvizoi se marrëdhënia ndërmjet Kosovës dhe SBA-s mbeten të fuqishme dhe të ndërtuara mbi vlerat përbashkëta. Sundimi i ligjit në Kosovë, garancia e forcimit të shtetit ligjor dhe barazisë para ligjit ishin në thelb të takimit ndërmjet zëvendës kryeministres dhe ministres së drejtësisë me kryesuesin e Komisionit për Çështje Juridike në Parlamentin Evropian, Ilian Kyshuk. Sipas Donika Gërvallës, teksti u vu në çështjet që prekin integritetin dhe funksionalitetin e sistemit, përfshirë procesin e vetingut dhe funksionalizimin e byros shtetërore për verifikimin dhe konfiskimin e pasurisë së pajustifikueshme. Në diskutime ishte edhe paketa e 5 projekt ligjeve që synojnë konsolidimin e kornizës ligjore dhe institucionale. Sekretare e shtypit e shtëpisë së Bardhë, Caroline Levitt, informoi mbi planet e Donald Trump për zgjidhjen e konfliktit në Iran. Në një intervistë për BBC, Levitt deklaroi se SBA po shtrëngon plotësisht ekonominë e Iranit përmes bllokadës. Ata po humbasin $500 milion në ditë. Nuk mund t'i paguajnë njerëzit e tyre si rezultati i kësaj mase ekonomike që presidenti Trump u ka imponuar, tha Levitt. Më herët, kreu i shtëpisë së Bardhë tha se po e zgjat pushimin sepse leadershipi i Iranit, i shkatruar nga lufta, është i përçarë dhe i duhet kohë për të dalë me një propozim për t'i dhënë fund konfliktit. Gjithashtu Trump deklaroi se bllokada amerikane ndaj anijeve që hyjnë ose dalin nga portet iraniane do të mbetet në fuqi. Kosova është bërë shteti i parë nga Ballkani dhe i shtati në botë që janë pranuar angazhime në kartën globale për reformën e kujdesit për fëmijët. Ministri për Punë, Familje dhe Vlerat e Luftës Çlirimtare njofton se 5 angazhimet kombëtare për periudhën 2026-2028 të ndërtuara mbi legjislacionin legjistues për mbrojtjen e familjes dhe fëmijëve janë miratuar plotësisht nga Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar. Sipas njoftimit, të angazhime synojnë forcimin e politikave sociale dhe përmirësimin e sistemit të kujdesit për fëmijët në vend. Kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Kosova shpall Gardën Revolucionare të Iranit si organizatë terroriste. Gjatë mbledhjes së Këshillit të Ministrave, Albin Kurti vlerësoi se përmes këtij vendimi, Kosova forcon qëndrimin e saj në mbrojtjen e sigurisë ndërkombëtare, vlerave demokratike dhe të drejtave të njerëzit. IRGC është identifikuar si një strukturë që përdor terrorizmin dhe dhunën e organizuar si instrument të politikës së jashtme, duke kontribuar në destabilizimin rajonal dhe global. Përmes këtij vendimi, Kosova forcon qëndrimin e saj në mbrojtje të sigurisë ndërkombëtare, vlerave demokratike dhe të drejtave të njerëzit. Është një pozicionim i qartë i Kosovës krah aleatëve të saj strategjik me luftën e përbashkët kundër terrorizmit. Së fundmi, Bashkimi Evropian e shpalli këtë organizaci terroriste pasi Teherani shtypi në mënyrë brutale protestat antiqeveritare në fillim të këtij viti. Ndoqët për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.